dëgjoni shpesh mirësitë e Allahut mbi ju. Dhe kjo mirësia e Islamit është njëra prej mirësive, mirësia më e madhe. Gjithashtu Allahu na thot në një ajet tjetër tek surja El-Hujurat, kur thot se ata vinë tek ti dhe të shfaqin ty, pra që janë bërë muslimanë, pra shfaqin sikur kanë po të bëjnë ndonjë lloj mirësie ty, i thot Allahu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë që është Allahu thotë që i ka bërë mirësi atyre, ata mos krenohen me këtë gjë dhe mos presin që ti t'i falenderosh që ata u bën musliman, sepse është Allahu ai i cili i drejtoi, i udhëzoi ata në Islam, siç thot në ajetin tjetër po tek surja Hujurat, se është ai i cili ju a dha juve, ju a bërë juve të dashur besimin. Pra nuk na e bëri dot asnjë person, kush na e bëri të dashur, na e bëri vetë Zoti i gjithësisë dhe zbukuroi thot besimin në zemrat tuaja dhe ju a bëri juve të urryer mohimin, kundërshtimin, mëkatimin ndaj Zotit të gjithësisë. Kjo është mirësia më e madhe për cilën ne duhet falenderojmë shumë Zotin e gjithësisë. وينبغي أيها الإخوة أن يكون فرح المؤمن بهذه النعمة العظيمة أعظم من فرحه بأي شيء آخر. ولهذا فقد قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أي بهذا الهدى وهذا الدين الذي جاءهم من الله تعالى فليفرحوا، هو خير مما يجمعون، خير مما يفرحون به من حطام هذه الدنيا الزائلة. Dhe kjo mirësi e Islamit është mirësia për të cilën besimtari duhet të gëzohet, duhet të nderohet shumë, sepse e tillë është ndjesia, emocioni dhe jetesa që ne kemi fal kësaj mirësie të madhe, siç na thot Zoti në Kur'an famullar, thuaj me mirësinë e Allahut, me bekimet e Allahut dhe me mëshirën e Tij, pikërisht me këto le të gëzohen besimtarët. Sepse mirësia e Zotit, udhëzimi i Tij dhe mëshira e Tij është më e mirë se çdo gjë tjetër që njerëzit mund grumbullojnë me druart e tyre. Nuk ka ndonjë kënaqësi, ndonjë dëshirë të kësaj bote që ne mund të arrijmë, e cila mund të krahasohet. Nuk krahasohet kurse si. Në asnjë mënyrë me lumturinë, me kënaqësinë, me mirësinë, me gëzimin që i jep kjo fe njeriu i jetë besimtar. بعض الناس أيها الإخوة لا يرى نعمة الله عز وجل عليه إلا في مقامه ومشربه ومنصبه وجاهه بين الناس. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن من لم يرى نعمة الله عز وجل عليه إلا في ذلك فليس له من العمل البتة، فإن نعمة الله عز وجل على العبد بالإيمان أعظم من ذلك كله. لو أعطاك الله عز وجل هذه الدنيا وكل ما على الأرض ثم مت، ما الذي ينفعك؟ هل ينفعك هذا المقام الزائل، هذا المتاع؟ لا شك أنه لن ينفعك. ولهذا فقد قال تعالى: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. Pa dyshim që kjo mirësia e Islamit është madhështore dhe është mbi çdo lloj mirësie, mbi çdo lloj gjë që ne mund të projektojmë në këtë botë. Dhe si thot Imami Ibn Qayyim al-Jawziyja në fjalën e tij se nëse gëzimi i njeriu, lumturia e tij është thjesht tek ushqimi, tek pija, tek pozita që ai ka në mesin e njerëzve, ky njeri do të kurse nuk mund të konsiderohet si njeri i mençur, si njeri i cili ka mendje, sepse në fakt kjo mirësi e Islamit, kjo mirësi e besimit, e adhurimit, është ajo e cila na jep të mira në këtë botë dhe na jep të mira edhe në përjetësi. Ndërkohë mirësitë e tjera, momenti që njeriu vdes, sikur të ketë gjithë botën, por nuk ka Islamin, nuk ka besimin, veç se i ka bërë padrejtësi vetes dhe s'do fitoj asgjë kur shkoj tek Zoti i gjithësisë. كما أن الفرح بالإسلام أعظم من الفرح بأي شيء غيره، فكذلك ينبغي الإخوة على المسلم أن يكون خوفه على هذا الإسلام وعلى هذا الدين، على دينه، أعظم من خوفه على أي أمر آخر. أعظم يكون خوفك على دينك وثباتك على هذا الدين أعظم من خوفك على تجارتك وعلى أموالك وعلى صحتك وعلى أي نعمة أخرى. تحافظ على هذا الدين مما ينقضه ويبطله من الكفر والشرك وما إلى ذلك، وتحافظ عليه مما يؤثر فيه ويقدح فيه من البدع ويؤثر فيه من المعاصي، وتسأل الله عز وجل أن يثبتك على هذا الدين.
Ashtu si kurse mësohemi me këtë mirësi që na ka dhënë Zoti, me mirësinë e Islamit, dhe falenderojmë atë për këtë mirësi të madhe që na ka dhënë, njëkohësisht besimtari duhet të ketë një lloj frike, që ai të mos e humbasë këtë mirësi, që ai të mos bëjë një vepër e cila e kundërshton këtë mirësi dhe e bën atë që ta humbasë qëndrueshmërinë e tij në këtë fetë. Dhe kështu besimtari dhe besimtarja duhet të ruhen nga çdo lloj gjëje e cila e dëmton të mirësi, e largon të mirësi, siç është mohimi, siç është amerësia, siç është kundërshtimi i Zotit gjithësisë. Pra i ka të dy aspekte. Një aspekt është ruajtja e kësaj mirësie, falënderimi i kësaj mirësie, dhe aspekti tjetër është të ruhesh, të mbrohesh nga çdo gjë e cila mund të ta marrë, mund të ta largojë, mund të ta vjedhë këtë lloj mirësie nga jeta jonë. ولهذا أيها الإخوة فقد كان أعظم ما يخاف الأنبياء علينا أن وقوع في الشرك الذي يناقض الإسلام والدين. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة والصحابة يقول لهم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الكفر في كل صباح ومساء. اللهم إني أعوذ بك من كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. بل كان أكثر دعاءه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وذلك محاولة منه ورجاء أن يحفظ الله عز وجل له دينه وهذه النعمة العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Dhe siç e thanë të nderuar besimtar, vëllezër dhe motra, njeriu duhet të jetë shumë i kujdesshëm që të mos e lëshojë veten të mos bjerë në vepra të cilat e kundërshtojnë Zotin e gjithësisë, sidomos kur vjen çështja tek shirku i shoqëruar i portak Allahut në adhurim, sepse Zoti i gjithësisë, siç ka treguar në Kur'an, kjo ishte thirrja e të gjithë pejgamberëve, të cilët u drejtuan popullit të tyre duke u thënë: o popull im, mos adhuroni askënd tjetër vetëm Allahut, sepse vetëm ai është Zoti juaj i vërtet. Dhe kjo ishte edhe duaja, lutja e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili i thoshte: o Zot, unë kërkoj mbrojtjen tënde nga mohimi dhe nga varfëria. Dhe gjithashtu ishte frika më e madhe që ai kishte për këtë ummet, për këtë bashkësi të muslimanëve, se ata mos binin në atë e cila quhet shirku i fshehtë, që është riaja, syfajësia, dëshira për të dukur apo të mbrojtje veprave për dikën tjetër veç Zotit të gjithësisë. Dhe gjithashtu pejgamberi alayhis salam lutej në lutjen e tij përsëriste shumë: o Allah, ti je ai i cili i rrotullon zemrat, bëje zemrën time të vendosur, bëje zemrën time të qëndrueshme në këtë fe. Dhe në fund fare thotë shehu e lu Zotin e gjithësisë të mundsoj gjithëve ta ruajmë të mirësi, të bekim, të mirësi madhështore që ka dhënë Zoti i gjithësisë, që është mirësia e besimit, duke shtuar sa më shumë veprat tona të mira, dhe duke larguar nga çdo lloj vepre të keqe, duke u larguar nga çdo lloj gjëje e cila e kundërshton Allahun dhe besonu e lutim Zotin na bëjë gjithëve të ndrueshëm në këtë fetë, e pranon adhurimin, ibadetet tona, duat tona në këtë muaj begat dhe sidomos në këtë muaj begata. Falënderim të takojmë vetëm Allahun Zotin e gjithësisë, pastaj në shira dhe bekimin e tij që i mbulën në pejgamberin Muhamedit alayhis salam. Zoti më shëroj, Zoti të kohë në shumë të njërë. Në shumë sa me të ndajnë të në në barë, në që vërë të të nërë në përë, dhe i namazën i shara të të i farin që e dhe u, deri në namazën e vitri. Në ka shumë i gjatë namazën, e parë të deri në tarë e vitri, e vitri në shumë, në parë të një. E në shumë, që të e një këshinë dhe në këshinë e Zotit të dhe dhe u. Dhe kur vjen një njeri në mesin tuaj, duhet me nderuar edhe me përfitu për atij, sepse sigur nëse sen vetëm pamja atij ta kujton Allahun te vëllai. Edhe ky është shoku më i mirë, njeriu më i mirë
për ne të ta kujtojmë Zotin Gjellë Gjellalu. Edhe kur ndahet të kujtohet Allahu Gjellë Gjellalu. Allahu inshallah pra të na mësoj namazin, edhe në emër Zotit inshallah. Bismillah.